Do të bisedoj me ish-antarin e KQZ-s, analistin Blerim Burjani. Të ngjatjeta. Të ngjatjeta. Tani data 28 është ajo çfarë është diskutuar këtyre 2 ditëve më së shumti, a u bë me të drejta me pahir, por 28 dhjetori është përcaktuar si data zgjedhjeve. Është konsideruar nga ana juaj si vendim racional 28-shi? Po konsideroj që mirë që është caktuar një datë, ajo data është 28 dhjetori, pak datë kritike me që kur dihet apo kur merren parasysh shumë situata, për shembull monitoruesit ndërkombëtar, vëzhguesit ndërkombëtar që do të jenë në Kosovë në periudhë kohore, prandaj ata kanë festa për 25 dhjetorit të tutje. Po shpresoj që gjithë monitoruesit e kombëtar fshirë grupe Soti Roseve dhe të gjithë organizmat tjerë ndërkombëtar që merren me vëzhgim të tjerë në Kosovë dhe do të përcjellin shëndet. Kjo është ndoshta pak shumë sfidë për ta dhe për të lënë anash disa punëtyre që i kanë në vendet e tyre, shtetet e tyre për ta në Kosovë dhe për monitoru dhe vëzhguar shëndet. Jo që i kanë obligim Bashkimi Evropian sidomos edhe Këshilli i Evropës, organizata siç është OSCE e kanë obligimin që të vëzhgojnë gjitha shëndet dhe të raportojnë, natyrisht të shkruajnë raporte të ndryshme për këtë. Është date e mirë apo date pranueshme, jo pranueshme, partit kanë pasur domethënë lëkundje këtu, secili ka shijuar interesin e vet apo secili subjekt politik ka menduar që është më mirë të jetë për shembull 21 dhjetori, opozita ka insistuar në 21 dhjetori, ndërsa pjesa tjetër për shkak të interesit më tepër elektoral kanë vendosur datën 28, pra ka këtu diçka ndërmjet, pra ka disa fjalë, ka disa çështje të cilat janë bërë që shuhen opozita e shumë në hile. Unë po them që presidenti ka thonë që këtë ka bërë, këtë vendim e kanë sjellë për shkak të kohës që do ta ketë në dispozicion më të madh KQZ-ja. KQZ-ja është e përgatitur gjithmonë që të organizojë zgjedhje në periudhën prej 30 ditëve. Na kemi që organizuar zgjedhje në herët edhe në periudhën 30 ditore, lera mo 35 e 40, pra. Kapacitetet teknike organizative të KQZ-s janë në nivel të duhur dhe unë po shpresoj që edhe nuk do të ketë asnjë lloj vështirësie tjetër përveç buxhetit që përmendet. Ai buxhet duhet të gjendet patjetër, sepse ndryshe nuk do të mund të organizohen zgjedhjet. Pra buxheti është esencial, pastaj procedura fillon prej as deri në çështën e KQZ sipas kalendarit operativ të planit i cili zbatohet në KQZ. Ai plan është shumë i gjerë dhe natyrisht gjitha periudhat kohore në pas të planit të shkurtohen, pra gjitha procedurat për të ardhur deri në periudhën prej 35, 35, 40. Kjo është ajo që operon KQZ-ja. Në 30 nuk është provu asnjëherë të ketë organizim të tillë teknik të zgjedhjeve, mirë po mbi ditët 30 ka pasur edhe më herët domethënë eksperjenca KQZ-ja. Pra, nëse keni ndonjë pyetje lirik tjetër diçka që mundesh më pyetuni jam i gatshëm pra më përgjigj gjitha pyetjet. Gjithsesi, domethënë ajo çfarë diskutohet më të madhe është se si do t'i bëhet puna fondeve të KQZ-s për të mbarvajtur procesi zgjedhor në përgatitjet deri te rezultatet. Si bëhet kur ne nuk kemi buxhet, kur ka kriza në përgjithësi në këtë aspekt? Ka folur ministri në detyrë i financave se do të marrin nga lista tjera buxhetore. Është proces i vështirë? Do të jetë mundur të sigurohen fondet e nevojshme për KQZ-n për këto zgjedhje? Sparit e them që KQZ-ja duhet të mbledhë dhe të shikojë domosdoshmë të planin operativ dhe kostin e zgjedhjeve parlamentare. Pra, a ka ndryshuar diçka nga nënshkurti i këtij viti, pra ta shikojë se sa do të jetë buxheti i nevojshëm. Pra, ata planifikojnë një buxhet të duhur për këtë, por nëse nuk ka ose ka problemet e tjera, ata i shkurtojnë këto procedura dhe financiare, po të shohim se si do të bëj planifikimin KQZ-ja. Unë mund ta them përvojën time në KQZ natyrisht edhe atë që vepron KQZ-ja. Pra shumë shpejt KQZ-ja do të dalë me një plan operativ financiar dhe do të bëjë një propozim për ministrinë aktuale të financave dhe do të kërkojë buxhetin për shembull që mund të jetë sipas mendimit tim natyrisht sipas parametrave financiar që mund të jenë dikon 12 milionë euro do të shkojnë, do të planifikohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, por nuk është të thonë gjithë këto 12 milionë të shpenzojnë, mirë po një planifikim total i zgjedhjeve
bëhet, pastaj nxjerrët kosta reale gjatë procedurës së shpenzimeve të cilat bëhen. Pra, ata e bëjnë një planifikim cilët mbulojnë të gjitha procedurat dhe pastaj shikojnë se çka mundet me hiq dikon për procedurave, çka mundet më shtu diçka. Pra, është çështje e planit operativ financiar të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Përndryshe, Këshilli Financiar brenda KQZ-s e bën propozimin për KQZ-n dhe KQZ pastaj i drejtohet institucioneve shtetërore. Në bazë të përvojës, pra mendoj, po. Në bazë të përvojës suaj, sa mund të shkojnë? 7 deri 9, 12 milion? Planifikimi real, sipas mendimit tim, mund të shkojnë dikon 8,9 milion. Mirë po ata bojnë pak ma shumë një planifikim për mos mu befasu në gjatë procedurës, ose nëse ka disa probleme tjera të natyrave teknike financiare i mbulojnë. Po unë e thash, ata mund të planifikojnë dikon 12, po të shpenzojnë vetëm 9 milion, 8 diçka 9 milion. Pra përpara ka qenë poshtë ka qenë një procedurë e tillë, po përpara ka pas ma pak shpenzime dhe unë e mbaj mend që ka qenë 6,5 milion euro. Mirë po tash jo rrit kosta sepse kanë kaluar shumë vite dhe natyrisht edhe financat dhe shpenzimet financiare janë rrit. Prandaj unë mendoj që planifikimi do të jetë dikon 12 milion ndërsa shpenzimet reale objektive do të jenë dikon 9 milion euro, 8,9 milion euro, besoj që këto e përmbushin këtë obligimin për organizim. Pra, ajo çka është në rëndësi është që plotëtimet të shtypen, mundet rekrutimi me ndodhe që ndodh vazhdimisht në KQZ në periodat e kësaj natyre, të zvoglohet domethënë rekrutimi i personelit dhe të shikohen vetëm ato linjat kryesore të cilat nuk funksionon KQZ-ja, pra e kuptoni çka po them, domethënë që në apo që në numrin e votave dhe Komisioni Qendror të Zgjedhjeve ka shumë staf që e merr jashtë, domethënë, sepse stafi i KQZ-s është i vogël, në kohën time ka qenë vetëm 38 persona, domethënë zyrtarët e lartë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ta hiq këto dhe Komisioni Qendror të Zgjedhjeve dhe anëtarët e saj, po mendoj që dikon me 600 persona rekrutohen, gjithmonë janë rekrutuar në KQZ për të shkuar puna mbar domani të procesi. Edhe kësaj herë do të ketë rekrutim, po do të shikohet nga Komisioni Qendror se cilat janë nevojat për rekrutim real. Dhe tash KQZ ka një staf të jashtëm që vazhdimisht e përdor të njëjtin staf, domethënë kanë përvojë të gjatë në zgjedhje dhe ata i marrin gjithmonë. Edhe mendoj që nuk do të jetë sfidë e madhe sa për këtë organizimi teknik. Mirë, po ai buxhetor do të më shikojë domethënë nga ministri, po edhe KQZ shohin se çfarë propozimi do të bëjë. Unë tash propozimi real objektiv i shpenzimeve do të jetë financiare do të jetë dikon 8,9 milion euro. Mirë, po planifikimi mund bëhet deri në 12 milion. Kjo nuk do të thotë që do shpenzohen ata paratë të gjitha, po do shikohet se mos ketë befasi ose do shikohet në ndonjë vështirësi të mbuluar në periudhat e caktuara apo në momentet e caktuara kohore. E qartë. Zonja presidente, kur arsyetoi vendimin për datën 28, ndër të tjera në arsyetim përmendi edhe kohën që i nevojitet KQZ-s, patjetër për printime, për gjithçka tjetër për përgatitjen e zgjedhjeve. Cilat janë këto probleme reale që mund ta vonojnë KQZ-n ose t'ja dalë, pse, të mos paragjykoj, t'ja dalë mirë dhe me sukses KQZ-ja. Lista zgjedhore, certifikimet, vota diasporës, cilat janë çështjet që mund t'jenë problematike që konsumojnë më tepër kohë në përgatitje të zgjedhjeve? Po thuaj se Lorek nuk mund të ndojmë cila ka kohë më shkurtë edhe më gjatë, sepse plani operativ është shumë i qartë, ai plan zbatohet domosdoshmë në pikëri, pa më parasysh cila procedurë është në pyetje, votimi me jashtë apo votimi persona me asit kufizuar apo çështjet e temat e tjera. Por gjithë ato planifikohen me kohë, do një tash pakurfa brenge që brenda 30 ditëve KQZ-ja është gjithmonë e gatshme teknikisht dhe në mënyrë organizative të organizojë zgjedhje, pra këtu nuk ka kësaj natyre probleme. Unë kërkoj fare që presidentja pak e ka zgjeru këtë farë punë, e ka zgjeru që thonë, sepse nuk është problemi të organizimit teknik i zgjedhjeve, sepse ju tashone, 30 ditori, 30, 35 ditë, 40 është gjithmonë ka funksionu KQZ-ja dhe ka pas performansë të mirë të më thonë në organizimin teknik. Unë nuk besoj që ka probleme dhe sfida që mund dalin tjera, sepse na kena një përvojë të gjatë me zgjedhjet dhe dim shumë mirë cilat procedura marrin kohë, po thuaj se cila ka afatin e vet kohë që e din edhe te Lorek dhe gjithë e din. Pra ai afat kohë shkurtohet, natyrisht nëse ke pas afatin të ditor, shkurtohet një procedurë për 5 ditë. Tash mundi më pyet disa janë këto teknikisht të pranueshme apo në kuptimin demokratik dhe politik që reflektojnë.
Natyrisht, këto zgjedhjet e natyrës së jashtëzakonshme nuk mund të quhen deri në fund këtë demokratike edhe në organizim teknik perfekt, sepse vetë ka zonë natyra organizimit, quhet organizim i jashtëzakonshëm i zgjedhjeve dhe periudha e kohore shumë e shkurtër. Pra, na jemi mësuar me këto taksiratë që në gjuhë popullore me operu me 30 ditor ose 40 ditor për me organizu zgjedhje. Prandaj edhe presidentja ka përmendur një kohë që KÇZ-si vjen rreth 48. Po natyrisht do të ishte mirë të kemi edhe 50 ditë apo 60 ditë, po çka më vjen që nuk i ki domethënë dispozicion dhe do të më operojë në atë mënyrën perfekte, që është më thënë në thojza perfekte, sepse s'ka perfekcion këtë temë, por duhet të sa më përpara gjithë ato procedurat shkurtohen, pra edhe votimi me jashtë edhe çështjet për shembull e votuesve të cilët dëshirojnë me ndërtuar qendrën e votimit, edhe kërkesat e komunave për të rritë qendrat e votimeve nëpër komuna, apo kërkesat e subjekte politike që shpeshherë dinë me thonë momentet e fundit e kërkojnë një qendër votimi, që si temash, por tashmë nuk ka kohë për me bërë si farluajtje dhe manipulime të ndryshme ose kërkesa nga subjektet politike. Ata janë të vetëdijshëm se këto janë zgjedhje të jashtëzakonshme dhe duhet ta dëgjojnë KÇZ-n me pirpikri deri në fund. Dhe unë jam shumë optimist që KÇZ-ja si zakonisht do të organizojë zgjedhjet në kuptimin teknik organizativ ashtu si duhet. Ndërsa kur flasim për validitetin apo vlefshmërinë zgjedhore, atë do të shohim se cili do të jetë raporti i KÇZ-s, raporti ndërkombëtar, i cili do na thojnë se sot janë konë të sa ka pas sfida, sa nuk ka pas. Edhe na jemi marrë në afote kohore të caktuara që janë konë mjaft ka pas disa probleme teknike që din edhe të çështja e gjetjes së vend votimit që ka përmendur Erik herën e fundit, apo çështja të tjera të cilat janë kryesisht të lidhura me listën votuese. Të shpresojmë se lista votuese mund diçka të përmirësohet, edhe pse çështat janë zero, që të shikohet apo rishikohet lista votuese dhe pikë kodat ku votojnë qytetarët dhe ta shohim se çfarë do të bëhet. Po unë po shpresoj që nuk do të kemi materiale të kësaj natyre, edhe pse ka pasur një problem teknik të tavolinat që e din të Lorik dhe din opinioni, tavolinat pritse kanë pasur probleme, domosdoshmë nuk janë kanë personeli apo zyrtari aty te tavolina pritse dhe ka shkaktuar disa probleme të qytetarët e vjetër, sidomos në orientim. Pra nuk ka pas shumë diçka tema tjera të cilat e kanë vështirësuar apo e kanë komplikuar zgjedhjet e mëhershme, as zgjedhjet lokale, as zgjedhjet domosdoshmë në shkurtit. Po të shpresojmë që tash KÇZ-ja besoj që me planin operativ që e bën, si zakonisht përvoj ka boll KÇZ-ja këtë tema, normal sa shikret afate do të shkurtohen, nuk ka më afate të asoj natyrës që zgjedhjet e rëndamta apo ku presidenti e shpoll zgjedhjet 6 muaj para kohë, jo dini që me ligj ato shpollën 6 muaj para kohë dhe natyrisht ka boll kohë atë kohë të mjaftueshme për të organizuar. Mirë, për këto situata mos priteni zgjedhje totalisht pa ndonjë mangësi. Po ato mangësi të shpresojmë që do të jenë shumë të vogla dhe validiteti demokratik do të jetë i njëjtë. Pra, validitet demokratik në zgjedhjet e jashtëzakonshme është pak më vështirë me pas, edhe legitimacioni demokratik që fitojnë subjektet politike, pasi që këto janë zgjedhjet e zorit që quajnë ana dhe shteti është në krizë që vetë kanë pru subjektet politike në krizë dhe kërkojnë ta zgjidhje përmes zgjedhjeve. E dini shumë mirë që përmes këtyre zgjedhjeve nuk shpresoj që të ketë një zgjidhje ose të ketë zgjidhje të mirë edhe pas këtyre zgjedhjeve, sepse gjithmonë do të ketë komplikime politike në fazat e krijimit të institucioneve të reja demokratike që dalin nga zgjedhjet. Pra, sa do të jetë validiteti i tyre do të shohim nga komuna në kuptimin demokratik dhe në kuptimin teknik, me cili do të marrim edhe raporte ndërkombëtare nga Këshilli i Evropës, nga Bashkimi Evropian, pastaj dhe organizata tjera monitoruese, organizatat vendore të akredituara, pastaj media të cilat do të jenë aty. Ka pasur në fundit Lorik një problem që nuk është raportuar kur më parë, disa rregulla të çuditshme që janë vendosur, për shembull, mos me lënë kamerat me hyrje brenda dhe e mbajmë koha vizionin herën e fundit në zgjedhje lokale nuk e kanë lënë me hyrje brenda vetëm me filmuar, gjë që është e papranueshme, edhe problemi i qytetarëve të cilët votojnë me ndihmë apo me kujdestari me asistencë, dhe këto dy tema janë konë sigurisht një gjë që është përmendur dhe ka qenë me vlerë të madhe që të diskutohet është fakti që shoqëria civile kësaj here mendoj unë kryekput në mungesë të fondeve nuk ka pas vëzhgues në të mjaftueshëm në zgjedhjet e vitit 2025 dhe nëse në të kaluarën kemi pas pothuajse në secilin vend votim, në secilin klas nga një vëzhgues nga shoqëria civile, kësaj here kemi pasur ekipe mobile në numërim janë monitoru 2 ose 3 maksimumi i vendvotimeve, i klasave në procesin e numërimit.
tani i kemi dëgjuar lider politik që kur flasin për zgjedhjet e 28 dhjetorit thonë se edhe kjo do të jetë telashe e madhe sepse vëzhguesit ndërkombëtar nuk do të jenë këtu. Është periudha e fundvitit, e festave të fundvitit, fillon me Krishtlindje deri te viti i ri, nuk do të jenë prezent. A do të shkaktoj problema, do të jetë telashe vëzhgimi i zgjedhjeve nga shoqëria civile për të arritur të ato raportet për cilat edhe ju folët pak më parë shkurtimisht? S'pari të them që domethënë shoqëria civile në Kosovë dhe organizmat jo qeveritare që merren monitorim kanë probleme të natyrës së zgjedhjes së fondeve. Pra ata dashur shumë kohë të hulumtojnë fonde të ndryshme, natyrisht pak problematike që Saidi më nuk operon dhe më nuk ofron ai farmacie. Por ashtu që organizata tjera financiare shumë pak po ofrojnë mundësi të kësaj natyre që të japin më para për monitorim. Edhe kjo është e dëmshme sepse në variante kjo punë tepër nëse bëhet vullnetare nga organizmat jo qeveritare në Kosovë ose organizata të cilat merren me monitorim. Për shembull, dini çka po them, janë disa organizata që merren me vazhdimisht me këtë punë, pas tashmë kanë mungesë të fondeve, pra do të më shikojë a munden ata mirë vullnetare me bë këtë punë, domethënë me shku me monitorues zgjedhjen edhe sa do të jetë tamam personeli i tyre në monitorim. Sa përket vëzhguesve ndërkombëtar, një tash obligim e kanë që të janë thoza. Natyrisht është obligim i Bashkimit Evropian me përcjell zgjedhjet. Pra, Bashkimi Evropian do ta kesh me domethënë këtu së bashku me monitorues të pashmangshëm që do të jenë ose be dhe odir, pa më parasysh festat që përmenden, nuk ka nevojë me pasi farbrengje sepse ato do të monitorohen nga organizma ndërkombëtar 100%. Tash se do të jetë mundja, do të jetë një set i vëzhguesve ndërkombëtar për shkak të Bashkimit Evropian, apo do të jetë nga Këshilli i Evropës vëzhgues do të ketë 30, 50, 200, do të vendosin ato organizma apo ato organizata ndërkombëtare. Por unë jam optimist që ata do të jenë në Kosovë. Është fakt që përmendet është pak e keqe se sot nuk do të kemi ndoshta mundësi që organizmat jo qeveritare në Kosovë që janë marrë me tash me monitorim të jenë të pranishëm edhe ditën kur do të bëhen zgjedhjet, do të ishte mirë që ata me mbulu tër Kosovën, por kjo natyrisht ka probleme financiare dhe pastaj teknike organizative dhe aty ne vim kohë për shembull. Një muaj ditë ata kanë kohë për më të organizu dhe me lënë secilin klasë që përmendet se secilin vend votim me pas monitorues të vet, e jo me monitoru vetë qendrën e numërimeve të votave, ku është më lehtë ku atje i çojnë vetëm 10 persona, 12, 15 e monitorojnë se si po shkon në numërimi i votave, për shembull atyre me kusht diasporës çdo më radh. Pra vëmendja e monitorimit do të jetë në qendrën e numërimit të votave, natyrisht edhe në procedura të tjera të kur bëhet numërimi i vota si në vend votime. Pra shkon mirë që mund mbulu i tërë ky proces më monitoru çështohet dhe natyrisht me gjetë domethënë edhe një raport me pas gjetje nga raporti që cilat mund të jenë shumë interesante dhe natyrisht me raportu çka o mirë, çka o keq. Unë tash na kemi një përvojë të qartë me këtë punë sa i përket raportimit nga Komisioni Qendror Zgjedhje, ata kanë obligim si institucion me bërë raportin detaj dhe me shiku të mund cilat janë mangësit, edhe pse tashmë e dim disa nga mangësit, mirë po opinioni publik din më pak se din KQZ-ja. Në atë kohën time gjithmonë kemi ditë na më shumë mangësit që ka pas, sepse disa mund të vërtetohen ose mund të verifikohen nga media dhe vëzhguesit disa nuk mund të verifikohen, pra janë çështje të mbrojtshme të KQZ-s që ata i diskutojnë ato dhe i dinë më mirë probleme dhe çështjet që janë organizative, teknike që mund të janë në sfidë për ta ose që kanë qenë sfidë. Por shohim se nuk po ka kuas KQZ-ja më marr me raporte të shëllëri këtej prej 9 shkurtit e tutje veç me zgjedhje të marr 4 parë zgjedhje për një vit, kjo është një rëndesë shumë e madhe ose një rënim shumë i madh për Komisionin Qendror Zgjedhje dhe njerëzit që punojnë aty, natyrisht ata punojnë me do paga të asoj natyre të thjeshta që janë të buxhetit të Kosovës dhe bonuse kanë pak, domethënë në anën tjetër janë të obliguar me marr apo me rekrutu staf të jashtëm shumë. Gjithmonë ka qenë ashtu sepse nuk ka kapacitete të plota Komisioni Qendror Zgjedhor që vetë mbuloj ato pa rekrutu personat e tjerë. Unë thash është një ekip e madhe që është jashtë KQZ që rekrutohet nga Komisioni Qendror Zgjedhje që për vitesh janë organizuar në zgjedhje, për vite kanë marrë pjesë në organizim teknik të zgjedhjeve dhe kanë përvojë të mirë. Pra tash të shohim çfarë do të ndodhë ditën e votimit, po unë jam optimist që gjithçka do të shkojë në rregull. Po kisha me lënë që të lojrat për lërek politike, jo 28, jo 21, sepse këto e ma tepër lojra politike. Komisioni Qendror Zgjedhje i bën 30 minimumi. Në 30 nuk shkon maja, në 30 nuk ka shansa, sepse gjitha procedurat shkurtuan shumë,
Por që ato 30 ditë janë shumë janë kritike, domethënë për organizim, për dështim ose jo dështim, por kur ti ki 30 ditë në dispozicion, se lemo 40 bëhet në kuptimin e organizimit teknik të jashtëzakonshëm të zgjedhë bëhet një procedurë e mirë, një thjeshtor procedura dhe zgjidhen problemet aty për aty çka ka, çka s'ka. Po të shohim KQZ-i deri me tash nuk po deklaru siç e dini edhe jo, asnjëherë as për sfidat që ka pas në nën shkurt, as për sfidat e zgjedhjeve lokale, domos s'ka pas kohë, se jo që s'ka dashur, nuk ka pas kohë me raportu plotësisht opinion publik çka ka ndodhur në ato dhe cilat janë gjetur atë nga monitorimi i mbrëmshëm që bën Komisioni Qendror Zgjedhor, sepse është një monitorim i mbrëmshëm i KQZ-s dhe monitorim i jashtëm i KQZ-s që bëhet nga organizmat e akredituar, domethënë që edhe mediat, edhe ju jeni brenda, po janë edhe shoqëria civile dhe organizata ndërkombëtare. Tani zoti Borjani, edhe një vështrim të shkurtër të lutem. Kemi vrejt rënje të interesimit të qytetarëve për të votuar në balotazh. Tani çfarë nëse qytetari zgjedhjet e dhjetorit i konsideron si vazhdim i zgjedhjeve të shkurtit, edhe vendos që të mos dalë për të votuar. Cila është pritshmëria juaj? Nëse në balotazh ka dalë përafërsisht, në mos gabofsha, diku rreth qereku i numrit të përgjithshëm të votuesve, cila është pritshmëria juaj për 28 dhjetor? Unë mendoj që pritshmëritë e mia janë që dikon rreth 35% e qytetarëve do të marrin pjesë në zgjedhjet e jashtëzakonshme, pra 35% nuk kanë pritshmërima tjera, nuk mund me thonë diçka më shumë në ai kuot tjetër të daljes së qytetarëve. Për arsye të shumta lorik, sepse qytetarët janë lodhur, domethënë nga zgjedhjet e shpeshta që po bëhen në vende pas zgjidhje, domethënë se sikurse të kish pas zgjidhjet e mira, edhe me non shkurt të kish pas të ish organizuar domosht shteti si duhet, të kish pas edhe institucione shtetërore valide, sa nuk kish më marrë me këtë punë. Besoni që janë lodhur qytetarët mu marr tankohen me zgjedhje, po nuk po kanë zgjidhje. Qytetari ka probleme të natyrave të ndryshme, sidomos atyre ekonomike, financiare dhe inflacioni që i godet ata për çdo ditë, domethënë në jetën e përditshme të tyre. Ju dini tash Kosova ka pas një elektorat stabil dikun 22% lorik. Mirë po edhe ky 22% ka ra domethënë 39% erën e fundit. Pra pritshmëritë e mia inshallah nuk dalin, kështu shforton 35% dikun janë 30 mas larti 35 deri në 38. Po kanë erë kam një përshtypje që nuk është tregu tamam edhe dalja e qytetarëve dhe nuk është tregu domethënë saktë, po është kamufluar, dalje kanë thonë, për shembull ju dini që në balotazh kanë dalë shumë pak, mirë po është raportuar ditën e zgjedhjeve raportoi që për shembull vetëm 2% kishin dalë deri në orën 9:30 për shembull, në orën 19:30 kishin dalë vetëm 7%, domon fund të raportuar që gati njëjtë sikur sikur më herët demandi ku 39% e daljes së qytetarëve. Pra kjo është pak nuk po du me thonë që është e dyshim, sepse kjo çështje do të bëhet temë për KQZ-n, a raporto drejt ajo. Mirë, po këto janë të rëndësishme ajo që përmend organizmat ndërkombëtar monitorues, për shembull Këshilli i Evropës, ODIHR, OSBE, organizmat vendor, që kështu nuk mundesh me thonë kanë dalë kaq. Unë nuk pres që do të dalë më shumë se 35 deri në 38%. Nuk pres fare, domethënë se ka shumë të pakënaqur tash, më nuk është vetëm ai 60% që ka qenë gjithmonë i marrë i pakënaqur, apo 58%, sot ka një pakënaqësi edhe më të madhe, domethënë me votu po kanë me votu dhe për çka votojnë, pra kjo pyetje dy për çka votojnë, ata duhet me ditë për çka dalin si qytetarë dhe çka presin mbi tyre. Po nuk mund të më tankohen as qytetar mu shtyp për muri me të dilni votoni, po na do na bëj pa dhe feedbackun për çka votojnë dhe cilat janë përfitimet tona si qytetarë, domethënë ose si shtet për kësaj teme, po pa kohë në këtë temë përfitime, po më shumë ka luftë politike që e din të shumë mirë lorek dhe opinioni publik që kjo është luftë politike me disa subjekte politike të cilët nuk janë rrok për drejtat dhe interesat qytetarëve, po janë rrok për veten e vet, kanë çu shtetin në zgjedhje për shkak të interesave të ngushta politike dhe personale dhe partijake. Pra janë tri tema të cilat ta lidhen dhe nuk e intereson fort qytetarëve se kjo është pak një përgjegjësi shumë e madhe e tyne pse, është një përgjegjësi shumë e madhe pse këto subjekte politike nuk kanë përformuar si duhet në kohë, dhe me kriju institucione, por me lënë qytetarin kështu, për shembull edhe me shku në kollaps ekonomik dhe bllokadat të ndryshme ekonomike të pagave në komunën e Prishtinit, Gjelanit, Zveçanit, pastaj punëtorët, gazetarë, kolegët e juve të RTK-s, dhe çështjet e tjera, pra pse i kanë lënë këto kështu dhe kërkush nuk ka mërzit për këtë punë, pra po shkojnë në zgjedhje punë e madhe çfarë ndodh me komunën e Prishtinës, tash mundet ku të nale transporti publik me pas probleme për shkak të protesta apo greva të mundshme,
Kjo është përgjegjësi totale e subjekteve të gjitha pa dallim. S'ka këtu kush on pushtet, kush on jo pushtet. Se do opozita e ka rolin e vet, ka fitu votat, e ka rolin e vet, ndikimin e vet në shtet, duhet me bashkëpunu, po jo me bojkotu. Këtu ka edhe opozita bojkotim, jo edhe këta tjerë nuk do, edhe këta tjerë cilët kanë fitu si lëvizjeve vendose dojnë me zgjedh vetë partnerin me kanë dëshirojnë me shku në koalicion. S'mundesh në demokracitë e tillë proporcionale, në sistem proporcional me zgjedh kondush, po çaj që është i mundshëm edhe me çato që merresh vesh me politikisht dhe me program që zbaton, me çata duhet me postpun. Pra, këtu ka shumë ekstreme. Këtu ka quhen partitë e majtë të djathta, asnjëna nuk frekuenton në këtë mirë si e majtë si djathtë. Këtë janë gati Partia Socialdemokrate në Kosovë. Kanë program të djathtë, flasin për djathtizëm dhe sa punojnë për majtizëm. Copa, por nuk ka këse linjat e qarta klasore politike në Kosovë, pra janë këtë përzime, si zakonisht për shkak se ende klasa ekonomike private apo e sektori privat nuk është formuar si duhet si klasë ekonomike, dhe ka shumë natyrisht ka shumë persona të cilët ndalen nga buxheti i shtetit, dhe ka shumë mbi 300.000 persona të punësuar, 400.000 dikon të punësuar nga shteti që punojnë, marrin paga në shërbim civil dhe ndërmarrje publike. Zoti Borjani, falenderoj shumë për kohën në kuadër të emisionit direkt. Faleminderit dhe juve. Kënaqësi shumë.